Hajde të këshyrim rezultatet e exit pollit të Klan Kosovës, të Gjakovës, do të thonë çfarë rezultate kanë pas. Do të thonë 47 presje 74% kanë thonë për Ardian Gjinin. Këtu i bën që sipas këtyre i bën që nuk shkojnë në ballotazh derisa Klan Kosova ja ka huq edhe këta koxha shumë. Do të thonë nëse ja huq exit pollit me 3% është huqje e madhe. Do të thonë sipas exit pollit të Klan Kosovës kanë planifikuar që Ardian Gjini, kanë thonë që Ardian Gjini e fiton pa ballotazh, do të thonë nuk shkon në rundin e dytë. Po ky është krahasimi i rezultatit. Kemi pas edhe exit pollin e tjetër. Hajde ta gjejmë, kemi pas se 3 exit poll kemi pas. Qyrim apo mundem me gjetë një exit poll për shembull i Ubo Consulting, që e ka qitë, dhe më thonë, disa media, në Gjakov, exit polli i ka dalë 47 presje 72. Dhe më thonë, i sakt. Edhe Ardian Gola 31 presje 3. Kthehemi tash te harta, vetëm te harta e KQZ-s. Sipas kallzo.com, te exit polli i Gjakovës, ja pas kanë Ubo Consulting, do më thonë, e pas kanë qëllu shumë afër. Do më thonë, tash ka jemi të bo shikus të tash, në veç për këshyrim, aja kanë qëllu exit pollet në komunat ku ka pas exit polle, ja pra që ka thot, do më thonë, 47, 32, edhe 7% ka qenë do të sa ma e vogël që është përqindja e njerit që i fiton, atër ma shumë ka gjasa dhe me gabu exit polli. Ja pra që ka thot exit polli i Ubo Consulting. Thot që në Gjakov, Ardian Gjini i fiton i pari me 47 presje 2%, i dyti Ardian Gola me 31 presje 3%. Kthehemi të rezultatet e KQZ-s, shumë i saktë. Bravo Ubo Consulting që ja kanë qëllu në këtë rast. Hajde vazhdojmë të komuna tjetër, shkojmë atë në listë, Glogovc, Drenas, Ramiz Ladrovci, 52 presje 31%, Petrit Hajdari, 37 presje 31%. Këtu e kam shkru me qëto në një grup të punës, kur kemi folë me dikan gjatë ditës, do më thënë në ora 3, kom thënë që Ramiz Ladrovci, nuk e di pse, po i pashë edhe do hulumtimet ma hershme, po thashtë Ramiz Ladrovci e fiton pa ballotash, bile dikush tha nuk ma mërmendja. Thash, okej. Edhe unë thash në shtaj kom gabim, po të një pashë Ramiz Ladrovci ka fitu në ballotash, edhe është hera e parë, shikus të tashtën, në histori të Kosovës, që PDK-ja e humbë komunën e Drenasit.